E mërkura dita 4 që rruga që lidh Darajati me njësinë administrative Dajç është bllokuar nga përmbytjet, ku në segmentin e rrugës rreth 300 metra që çon në Shirë që arrin në 90 cm lartësi. Por jo vetëm rruga, fermerët e Darajatit u janë përmbytur dhe të paktën 30 hektar tokë, sipas llogaritjeve të tyre të mbjellat me lule dhe drur dekorativ, pemë frutore, gure, kultura të tjera, siç tregojnë dhe filmi me gjithçka është mbuluar nga uji, që vend arrin në 70 cm. Bëhet fjalë për ujë që vjen nga lumi Buna tek Aurelat e Shirçit, i cili pasi përmbyti rrugën e bën ato të pakalueshme, përhapet në përrara të mbjellat të fermerëve të Darajatit. Kozgjatja e përmbytjes varet pikërisht nga niveli i prurjeve ujore të Bunës. Faktikisht të mërkurën u njoftua zyrtarisht se kishte një rrënjë prej 10 cm të nivelit në krahasim me një ditë më parë, por për të shmangur përmbytjet për të rikthyer çakudhimin e mjeteve në këtë rrugë, niveli duhet të bjerë të paktën 30 deri në 40 cm. Kjo mbetet për të parë në ditët në vijim në varësi të prurjeve të lumit Buna, ndërsa për sa i përket argjinaturës, mbrojtëse të Darajatit në brigjet e lumit Buna me përforcime në bërë në vitet e fundit, sipas specialistëve të Bordit Rajonal të Kullimit Lezhë, ajo ofron siguri maksimale për të përballur vërshimet ujore, sa do të fuqishme që mund të jenë ato.